Jetmir Podgorica është një arbitër futbolli me shumë përvojë, por edhe drejtues në rolin e sekretarit të përgjithshëm të shoqatës rajonale të futbollit Shkodër. Një pozicion qoftë si arbitër, qoftë si drejtues në shoqatën e futbollit, ju ka dhënë mundësi Jetmir të bashkëpunoni shumë prej së afërm me Arvjo Fishten, i cili fatkeqësisht u nda në një moshë të re përpara kohe. Keqardhje patjetër. Po tjetër një lajm i trishueshëm për një komunitetin e sportit, pasi Arvjo ka kanë ata personat të cilët ne kanë dhënë një kontribut shumë të madh në futboll në qytetin tonë, dhe prandaj realisht ne ka trishtuar lajmi për ndarjen nga jeta e tij. Si ishte Fishta në fushën e sportit, sepse qoftë ju si arbitër keni pasur rastin ta gjykoni, por edhe si drejtues në shoqat kur ai ishte në rolin e trajnerit. Kam pas fatin orë të me njoftë në disa këndvështrime të ndryshme, pra edhe si person, edhe në profesionin e tij, pasi ka qenë koleg me bashkëshortet e teme, edhe si trajner. Mendoj që në rolin e arbitrit, mendoj që ai ne ka shtu dëshirën dhe pasionin për pjesën e arbitrimit, pasi ka qenë ato personazhe që nëse ne si arbitër ndoshta mund gabosh një vendim tonin, ai asnjëherë nuk kontestonte vendimet tona, dhe kjo realisht ne ka bërë mundi më mirë dhe me bë me më pasion punën tonë. Për sa i përket shoqatës, ka kanë ata personat të cilët ka kanë një bashkëpunëtor joni i afërt dhe ka kanë gjithmonë korrekt me marrëdhënie që ne kemi pas bashkë, dhe patjetër është një humbi për ne, është një humbi për shoqatën tonë. Jo vetëm sport, por në jetën e përditshme, si qytetar shkodran ka qenë një person model. Unë prandaj them që e kam parë disa këndvështrime të ndryshme, kam parë ndoshta edhe te eventet që ne kemi organizuar, ai ka kanë një ato persona që ka kanë më bashkëpunues, më i afër dhe asnjëherë nuk ka kanë kundërshtues, ndërsa në jetën e përditshme është një fatkeqësi sepse ka pas cilësitë më të mirë të qytetarit shkodran. I ka pas cilësitë e një djali shëmbullor, një prindër shumë të mirë, një familjar shumë të kushtuar, një që ka dashur me jetu me ndershmëri në Shqipëri dhe me dhënë kontributin e tij, dhe normalisht që ka dashur me bëj diçka për pasionin e tij për futbollin, ka dashur me shty gjithmonë mandej. Podgorica, faleminderit për këto mendime dhe ngushtrime për humbjen e parakohshme të kolegut tuaj. Edhe në emër të shoqatës rajonale futbollit, shprehim ngushëllimin familjes Fishta dhe qoftë i xhenetit.